Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim me një video të re. Jemi në muajin korrik, se më duket sigur s'kam bërë kështu hapje tamam që nuk e di se kur, por anyway, sa të mbledhun gjërat që do ju tregoj çfarë kam blerë sot, që nuk e kisha në plan. Domethënë, kisha në plan të blerë këto gjëra, po jo sot. Kështu që edhe them sa herë që dalë, them nuk do dalë, se vetëm shpenzoj. Por i mora, janë gjëra që më duheshin, kështu që sa t'i mbledhun, po ju le të shikoni qa video kemi për qa kam filmuar, se nuk e mbaj mend, kështu që shiheni për pak. Kam marrë dhe jastek sot me vete unë që të pushoj. Domethënë, a kuptoni ju, nga fytyra sa s'kam pushuar. Këtej, mami. Erdhëm në shtëpi, hëngrëm shpejt, morëm ca gjëra me vetë dhe do ikim te pishina. S'ka shkuar ora 5 akoma, sikur një orë e gjysmë të rrim, është. I nearly said summer holidays. Oh, there's a point for different countries. There's a point for England and I'm not sure, but is it Japan? That means lek, të shpenzohen, si tje, të shkolla, pikniku. Mom, next time, can we come this way again? Jo, me Alina s'vi më këtej. Thjesht është një 10-15 minuta më shumë se rruga që bëjmë zakonisht. 10 ose 15 është 10 ose 15. Kemi dhe më në fera këtej. Mundojmë të marrim këto që janë lartë, që të mos ketë prekur në një gjë. A janë të mirë, Alina? Oh. Boring. Po ikim të pishina, prapë. Boring. Alina, someone said it's boring. What? That we go every day të pishina. No. Who said it? Edhe çdo gjë që bëjmë. Someone that watch our YouTube videos. Why? I don't know. Fun. Should I ask her here? Why? She hasn't even got a name, actually. Why? I don't know. She's supposed to have a name. You should always talk and be proud for yourself. Get ready up. Boring. Është pak boring. Number the thing, me gjëra lafi. Which one? These are for pleasure. Okay. Mund t'i shkruash dhe aty. S'pas ka në e grip suvlaki. A, sa të bukra këto kështu për i leshi. You could help, but also feast in the parklet. Dhe shkem këtej. See if George is up there. The sighting has happened. Little 6-year-old. Amazing hall of mirrors.
është pra? Po gjuna që nuk e le... What? Shumë gjëra të bukura Roel. E shikoj janë duke i mbyll tani, nuk besoj që ka, një ditë bëhet kjo. Sa shumë. Shikoj edhe vizitori vogël atje si i gjyshit. Ha. Yes. I thought we're going home. We are just looking. Këta pas kanë pasije, këta të librave. Ice cream shop. Mommy, ice cream shop. Ditë, sot ditë shumë e gjatë. Shikoni si janë bërë. Shikoni. Edhe shikoni sa të lira, më rinë rroba, të pantalonat që unë nuk i mbyllja atot, tani më rinë super të lira. Nejse, që o t'i tregoj këtë, nuk kam as në një beb që t'i ndroj pelenën, e bëra me make-up. Hiqet, pësoj hiqet. Të Sainsbury në fakt. Si e nisëm ditën sotme, kam bërë thënjt gjithë mëngjesin, sepse mbrëm, bëra gjithë punët, deri në 10 darkës. Kam bërë as të vitje këtë javë, kam prishur muhabetin, nuk kam grënë dhe mirë. Po, mbarova gjithë punët, pastrova frigorifer, banjo, çdo gjë mbrëm, përveç dhomave të gjumit, po në rregull janë dhomat. Edhe thashtë të zgjohesh avash sot? Jo, ku zgjohemi avash? Në 6 Roeli, nëse është edhe vap edhe të del gjumi, por kështu. Edhe pastaj gjithë paraditën jam marrë me thonjë, kam bërë të duarve, kështu si me qeshiza. Kam bërë dhe të këmbëve. Është ngjyrë portokalli, shumë e bukur, kështu neon verore. Edhe pastaj dola që të shkoja te libraria që të dorëzonim librat që kishim e të merrnim të tjerë. Dhe nuk e di po ju a kam treguar, por që kishim një reading challenge që ju a kishin treguar te shkolla. Edhe duhet plotësojnë disa tasks aty te ato broshurat që ju dhanë. Edhe marrin medaljen që e morën të dy. Duhet ta bënin për gjatë gjithë verës, por këta e mbaruan sepse ne gjithsesi shkojmë te libraria dhe herë të tjera edhe lexojnë goxha shqyr zotit të dy. Pastaj nga aty shkuam pim një kafe, unë do me thënë, se këtyri kisha marrë cookies edhe gjërash nga supermarketi. Se me thënë drejtën qatë ju marrësh në kafe, pije, nuk e di. Edhe nuk është që marrësh kek ose nuk është se hanë një gjë tip sanduiç ose kështu të shëndetshme, kështu që edhe janë çmimet ose që nuk ja vlen, domethënë ja marrësh një gjë dhe të mos i pëlqejë dhe të mos e haj pastaj. Anyway, mbaruam aty te Olenstein. Është e butë aty afër, kështu që u futa dhe mora disa gjëra, më thjesht nuk po rrinin, domethënë mi kanë bërë nerva. Ja, kështu, qurel. Edhe u futa te butë dhe mora disa gjëra aty, sepse më duheshin. Po thret Roeli që po bën dush. Mam, i përgjigjet Erioni dhe hajde. Qa mora? Pece, i kam bërë lëmsh në për çanta se mora te Sainsbury pastaj. Au doja të bëj qita bashkë se nejse. Një Nurofen që na duhet për pushime, shurup temperaturë, thjesht ta kene rrugës. Ky është make-upi që mora unë.
krem puder foundation që thot është primer, concealer dhe foundation bashk, është vegan, warm sand, e kam marrë tonalitetin që nuk e provova, për mbaj mend që e kam marrë më përpara dhe me sy më bën, po rregullohet me bronzer pastaj nëse nga Max Factor dhe ishte, s'mbaj mend sa ishte 14, 11, nuk e mbaj mend. Edhe sepse po më mbaron ajo që kam, edhe nuk është se dua të marr në këtë periudhë ndonjë më të shtrenjtë, se nuk e di nëse do nxjihem më shumë apo diçka, kështu që nëse marr një më të shtrenjtë do e marr tonalitet më të hapur nga shtatori tetori. Edhe aty u bëra edhe is. Mora këtë Larsin që është edhe scrub, edhe Larës, edhe mask, 3 në 1 thot. Për pikat e zeza, kundra pikave të zeza është nga Garnier. Unë kam pas përdorur dikur këtë, më ka pas pëlqyer, nuk kisha shumë kohë që shikoja edhe gjërat e tjera, kështu që mora këtë, sepse u bë shumë kohë që më ka mbaruar edhe scrubi fytyrës, edhe Larsi fytyrës, edhe çdo gjë. Edhe përdor shampo bebash për ta larë fytyrën edhe në dush. Por scrub nuk i kam bërë, kështu që e kisha të nevojshme që ta kem këto domethënë. Mora një krem plazhi, kam akoma, por do na duhet për në verë, për pushime. Mora edhe këtë scrub për trupin, edhe këtë e kam patur më përpara, është AHA alfa hidroksiacid, nuk e di nëse thot që është me kokonat dhe vanilje, por që kam provuar është i mirë për trupin, atë dorezën e kam, sepse nuk i kam bërë scrub këmbëve dhe pastaj lazeri nuk funksionon dhe aq mirë. Nuk ka rezultat dhe aq të mirë nëse nuk ja bën. Kështu që duhet ta merrja. Kjo është çanta Roeli që i kishte në vete. Që ka brenda freskuese. Bookmark edhe kartë piceta. Okej. Kapsula kafe. I mora me fortësinë 11. Ne zakonisht marrim 10 ose 8, po edhe 11 se ka një 2 javë që po pi nga ato që kanë fortësinë 6, që nuk ka esencë kafe fare. Po thuaj se fare, po që për mëngjes kjo është super. Zgjon edhe zgjon mirë. Mora 2 makaronë shtu të vockla, yll, fakti shpejt dhe panaze dhe me gjalp ose me lëng mishi, shumë i mirë është, kur nuk kanë bërë mirë. Mora ullinte një të preferuar janë këto ullinte zi, nuk e di se pse, i kam shumë qef këto të Sainsburyt. Dhe këtu që mos thyhen. Tjetër, se janë edhe gjëra që që është vërte në qokolat. Mora këtë kosin nga Bio and Me, kefir thot, me mango, kam marrë dhe një tjetër, por që këtë kemi freskusis të laps, gjëra që ngelen. Mora këtë që futët, i pashtë se të një Sainsbury tjetër, i vogël, kështu lokël, edhe janë me krip, se di kot i mora, se s'është kot do me thënë. Këto janë cookies që i kisha marrë, që në shkrirë të fështë frigoriferi, e mbusha këtu plot para, edhe pancakes, këto janë shumë të mira, që janë me çfarë janë në gjallë, buttermilk pancakes, po. Edhe janë goxha të mira. Ndiri çokoladë në dorë. Po bëj video. A mbaroj Roeli Alina? Ikën. Kisha mbyllur derën këtu që mos dëgjoj zhurma. Filluan të zihen, oh my god, që më kanë bërë sot. Kanë lozur gjithë kohën qeshnin me të madhe, po vjen një pikë që
Thua po I shqetësojnë të tjerët apo? Nuk e di domethënë. Nëse boja e flokëve që mora këtë herë është kjo, që është pa amoniak, që domethënë nuk ka aromë kur I lyen të paktën. Nuk ka amoniak, po që ajo e bën atë aromën e fortë tek boja më duket. Edhe është një numër jo I kuq si e kuqja që kam unë. Edhe mora vetëm një, do bëj vetëm rënjët e pjesën e balukeve dhe sa vjen që hapet kështu. Pastaj base para pushimeve, mund t'i lyej prapë, ose do e marr t'i lyej vetë, nuk e di. Por që mora këtë, t'i bëj sonte, sepse kishim një ka shkolla gjithmonë raste me parazit në kokë, mora, që mos dukeni si kështu si terma shkencor. Se normalisht një gjisin fëmijët njëri tjetrit, edhe nga që I kam larë çdo ditë, I kam bërë me atë krërin edhe me... Jo tani, mami më vonë. I kam bërë me krëher, me zbutës, edhe nuk e di më është shpërsuar shumë floku, kështu që, sepse nuk e kisha në plan t'i lyja pa mbaruar shkolla, dhe kjo bëhet kuqe hapet, bëhet si... Shikoni, fillon bëhet në anon nga bjondja pastaj kur hapet. Mos e hiq më këtë të lutem. Edhe futet e frigoriferi actually. Na futet e frigoriferi. Kjo është tjetra që mora me mango edhe me vanilje. Çoj këto të dyja. Nëna mos marr çantën për tokë, mami. Futet e frigoriferi këto të dyja. Jo çantën time për tokë. Po mirë, ka lënë nga ana tjetër, mos e ul tokë. Kjo është çanta ime e personalizuar, të lutem shumë. Edhe kështu që do t'i lyej me këtë një herë, sepse L'Oreali që marr unë është fantastik, por ngjyra është shumë e kuqe dhe vjen larje pas larje hapet. Dhe ju thash, dalin kështu si fije, si bjondet hapura, domethënë. Edhe kështu që mora këtë, që do e bëj për tani, e pastaj të shikojmë. Kam marrë dhe këtë, kjo është pjesa e preferuar. Është me apple blossom me të ketë shije molle, por që nuk I kisha provuar, nuk ka sheqer, nuk është me gaz, edhe tani në verë kam filluar I pi këto. Pse? Kjo nuk është me gaz, sparkling flavor drink with fruit juices. Added magnesium. Një sekund më. Oh, lightly sparkling. Prandaj nuk e ndjejon që nuk është e gazuar. Anyway, këto më duket se mora, por që kanë bërë shumë lek. Se ishin gjëra që kushtojnë. Boja bën 10 pound, kafja bën 10, këto kapsulat. So mommy never used before. Shurupi bën diku te 5-6, kjo bën po prap 8-9, kremi diellit bën po prap ashtu. Make-upi. Mommy nuk e ka used good before because this is not the normal one she gets. Kam përdorur shumë kohë përpara, po jo kohët e fundit. A do të tregosh një çfarë keni bërë trurit mamit ju sot? No. Tregoj një herë. Çfarë keni bërë trurit tim? Çfarë keni punuar kokës mamit sot? No. Këtu fol tani para të gjithëve. No. Mom, how much minutes has it been? I don't know, Alina, po kam zënë rehat këtu edhe të shqojnë të vej këto në përvendet e veta. Kam vënë ca hash browns të air fryerit që të piqen. No, mos ja përdor se është e vetja, ti nuk e deshet tënde. Lërja të lutem shumë. Merr librin një herë. No, I want to show them. I want to show them. A do t'i tregosh librat apo certifikatën? Kë do t'i tregosh? Duhet të ju personalizoj unë këto që personalizoj, ose të marrë. Dua që t'i plastifikoj certifikatat që kanë, edhe të notit e këto gjëra që kanë. Mom, give me those. Kjo është Alinës, edhe tjetra është Roelit, edhe janë... Thjesht dua që ti
plastifikoj që të mos prishin. Këti është Universal Music Group United Kingdom që e bën këtë. Po është thënë well done for taking part in Read to the Beat Summer Reading Challenge 2026. Delivered in partnership with libraries. Edhe mami ka marrë mu 3. I ke marrë ti. Edhe Po. nuk i ke bler, i ke borrow. Se tani kanë bërë kartat e veta këto edhe Këtë është first. ky është first, jo këtë. Good at first. And I save my best one for last. Do i lexosh për një javë këto ti Gjasme, ë? 3 libra? 3. 3 libra? Për 3 javë? Po pastaj marrin pushimet ne. Edhe good has a bad day. Who had a bad day? Si e ka emrin ajo? Mirabel. Yeah. Mirabel. And a good one, which one is it? The title? Isadora Moon. Gets the magic pop. Pox. That should be chicken pox actually. Nuk e di po ja kam treguar, po kanë marrë Edhe karta të tani- librarisë të dy, sorry Alina, se të ndërpreva, që mund të marrin libra tek biblioteka. Se deri tani merja me emrin tim. Edhe këtë Edhe notit. këtë është my favorite book. What is it called? The title? Isadora Moon gets in trouble. Hey. Oh, Isadora Moon Gets in Trouble. I love this is my favorite one. Cause look, I think I have this one at school, man. do you? Yeah, I think. Ndoshta se librari është. Ja. Okay, bye guys. Bye. See you later. Nuk e di nëse ju tregova, po ju mora pizza që t'ja presonte. Këto kapsulat nuk i marr më. Mirë janë, po forcia 6. S'ka lidhje me 12-ën për shembull, është. Kështu që do e pija një kafe tani, po shora 6:30. Kam ngrënë keq, kam ngrënë shumë keq këtë ditë. Edhe nuk është se kam uri, por diçka do ha. Nëse mbushim një herë. Me si kam pritur që të më mbarojnë ato. Kam akoma të puna, se kjo ka 36 pako dhe një lloj kisha marrë atë tjetrën. Qa keni? Edhe me si kam pritur që të mbarojnë edhe të marrë tamam kafe. Hey! Kam për të sistemuar ato gjërat e make-upit mijat, po përtoj. Po e mira është që sa herë sistemoj heq gjëra që nuk i përdor ose që nuk më duhen edhe ndoshta kam filluar të bëhem bazike. Bazike kam qenë unë, kështu që ti përdorja, por thjesht baja 1 milion gjëra aty që nuk e di. Po nuk e di që do bëj përpara, se dua të lyej flokët, dua të pres një çik paluket, një çik. Edhe ka dhe ndeshje sonte në orën 10 më duket, nuk e di kush los, por mbase do rezistoj të shikoj. Se jam shënë në orën 6 të squar. Nuk mendoj. Alina! Nuk mendoja që ishte kaq rëmuj këtu, po zot. Si kemi kaq shumë gjëra, nuk e kuptoj. Si? Mbarova, pas kam lënë plicin ndezur. Kur them bazike, kështu domethënë, jam munduar të heq gjëra, por i kam larë dhe fuqat, i kam vënë këtu që të thajnë, se anyway është shumë vap, të shikoj po do thajnë ose jo. Të janë syzet që përdor për ditë, dhe këtë e kam për syt, për dritën që e kam bezdikur fle. Kështu, kjo është krem trupi, që duhet ta çoj në banjo në fakt, po kam atje, kështu që po e le këtu.
Kjo është paleta që s'përdoret më kurrë. Edhe këto, nese, s'po ju them. Këtë doja t'ju tregoja. Kam disa kohë që e kam përdorur, kam marrë në TK Maxx. Edhe është kremi më i mirë i diellit që kam provuar ndonjëherë, realisht për fytyrën po e përdorun. Nuk e di domethënë, është fantastik. Kurse Aven që kushton shumë, nuk e di, thjesht ngecet i bardh në fytyrë edhe e kam lënë aty mbas e vendos kur t'ikim plazha, nuk e di, por anyway, kam hequr ca nga këto, i kam fshehur, ca gjëra që si përdor i kam futur në raft, që t'le vetëm këto që nëse dhe këto 1-2 përdorun, po kështu. Hello! Shikoni flokët tani me atë bojën që i lyeva mbrëm. Është e kuqe, po është më e errët. Ne jemi veshur edhe po ikim tek Titilja e shoqes së Kalinës. Kam marrë ratën së njusha. Kam veshur këtë fundin lino, rehatshëm. Edhe inshallah s'do bëj freskët, në fakt se vetëm kanatierën kam marrë. Po, të shikoj. U bë shumë kohë që nuk kam drejtuar flokët. Edhe sot me që po zhvap, po ka pak erë, tash hajde po i drejtoj. Vetëm pak. For this time I'm not that. E kemi pak larg. Është një orë pak me autobus. Me tren është gjysmë ore, po duhet ecim pastaj kur zpresim. Domethënë 15 minuta është tren, 10 minuta. Edhe pastaj duhet ecim 15 minuta në këmbë që të shkojmë, kështu që po marrim autobusin, se është më afër nga stacioni kur zpresim. Edhe kemi kohë. Çikoj një çik si e veshur me. O zot, një yll, një yll. Nga këto zhurmat e kësaj rrugës këtu, don't worry. Je me mamin. What if they? I don't know. You could go that way. Which way? That way. That way. Hi. A je lodhur Alina sot? Shumë? Shumë. Ke los shumë ke vrapu. Edhe unë që s'kam vrapu. I lidha flokët se shumë bablatje e branda. That's the most tiring bit. The morning. Yes. Because we had to. Shumë bab në përgjithësi. Come on Alina, someone is cooking. That's it. Do pjojt ftohtë edhe ta mdullem fushoj se nuk e di ku shkon kjo punë me këtë vap.